الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد تندروار جمرلي pas 4 gjumave ndërprerje ku e lusim Zotin e Madh Xhelle Xhelaluhu që të gjithë haxhilerët e vendit ton Allahu t'i ketë bë kabul. E ata vëllezër musliman dhe ata motra muslimane të cilët s'kan pas mundësi që këtë vit ta vizitojnë shtëpinë e Zotit, Allahu t'ia bën nasib vitet e ardhshme ya Rabbal Alamin. Të nderuar xhamatli, dunjaja është vendi ku besimtari rrethohet dhe rregullon murin e tij dhe ndërtesën e tij e cila e mbron nga zjarri i xhenemit. Andaj Allahu shumë prej ajeteve i përfundon në epilogun e mësimeve të veta la'allakum tattaqun. Ndoshta pas këtyre mësimeve dhe ajeteve dhe ligjërimeve dhe fjalimeve ju do të arruni vetveten. Takvalloku, devotshmëria, ruajtja prej të këqijave është synimi kuranor. Çdo vepër në Islam, prej të shahadeti e deri tek vepra më e vogël në Islam, qëllimi është që të ruhemi nga zjarri i xhenemit. Shiko tani kemi hyrë në kohën e verës dhe çdo njeri lip hije, si cili lip klim, si cili lip fllat, i ik nxehtit, i ik vapave ku ka nxehtësi të lartë. Kështu është edhe besimtari në raport me ahiretin. Duhet lip fllat, duhet lip hije, duhet krijon klimën e cila e mbron nga zjarri dhe vapa e xhenemit, për të cilin xhenem ka thënë pejgamberi alayhi salatu wassalam se është 69 herë më i nxehtë se ky zjarr të cilin e kemi në këtë dunja. Andaj të nderuar xhamatli, le të përgatitet secili prej neve me takvallok që të ruhet nga zjarri i xhenemit. Në dunja na nuk kena tjetër punë. Në dunja nuk kemi tjetër qëllim. Synimi final është që ne të harxojmë të gjitha minutat tona, dakikat tona, frymët e tona që të mbrohemi nga zjarri i xhenemit. Andaj pejgamberi jon sallallahu alaihi wasallam në çdo akt dhe çdo lëvizje e kishte çfarë? Qëllimin e kishte: o Zot, mbrohem nga zjarri i xhenemit, ruajm nga zjarri i xhenemit. Nëse na sot në dunja e shohim në njëri tu hik pinzatit, e tu lip klim, e tu hinër hije, a e qërton dikush? Jo, thot, hik pinzatit se dëmtohesh. Njashtu është edhe besimtari cili hik prej zjarrit të xhenemit. Njashtu është edhe muslimani cili hik prej zjarrit të xhenemit. Krejt veprat i ban për me shpëtue qafën e vetë nga zjarri i xhenemit. Andaj takvalloku është qëllimi i shumicës së adhurimeve në Islam. Për këtë arsye pejgamberi jon sallallahu alaihi wasallam i kishte mësuar sahabët që të krijojnë imunitet prej xhenemit, të ruhen prej xhenemit. Andaj kjo hyrje e verës, fillimi i nxehtësive, duhet me na e kujtuar qëndrimin përpara Zotit xhelle xhelalu. Ti edhe unë kur dalëm për para Allahu subhanahu wa taala, vet i zhvesh për këtë teshave, akid, kredit për me la vetëm për para Zotit te bareke ve teala. Shikona këtë dunja, këtë dukemi njësoj. Do shta dhe shpesh herë këtë vim xhami, dalim krejt me një kallop të muslimanit. Mirë po të Allahu ndryshon gjendja. Andaj thot Allahu subhanahu wa taala: "Wa badalahum min Allahi ma lam yakunu yahtasibun." Njerëzve do t'ju dalin disa prej gjërave në ditën e Kiametit që si kanë bërë hesab. Ai shikoni të nderuar xhamatli kartelat e njerëzve, kartelat e bankave, këtë njësoj janë. A janë këtë njësoj?
Ama a di ku mirët vesh se s'janë njësoj? Kur ta vendos ati me këshira ka para, jo. Njësoj duket edhe kartele që i ka 1 milion euro, edhe kartele që s'ka ati 2 dinar. Njësoj janë të marume, nga se një bank ta jep. Ama e marim vesh na kur shkojna me pagujt, se nuk, që thëjna na, nuk po ka, s'penzer, s'ka. Andaj mushe kartelën tane me pasuri të imanit dhe islamit dhe ihsanit, që ditën e kiametit, andaj tha pejgamberi alayhi salatu vesselam, ditën e kiametit vnohet pllaka, kartela vnohet. Nëse nuk ka kredit, nëse s'ka pasurin ta, nëse s'ka kapital ta të imanit, me çka kime te i kalu e urën e siratit? Mbrohu me takvallok. E vetën Aliun radhiyallahu an i thanë, çka është takvalloku? Tha, el khaufu min el gjelil, mutut pi Allahit madh, me ditë se Allah është i madh. E vetën Ibrahim ibn Edhemin i thanë, çush i bje mutut pi Allahit madh? Tha, tuti Allahit, të e ditë sa i të shë edhe të nin, si ta kish në i vend, që ta mërmenja, që a i sën gjenë, sën të shë, sën të logarit, që ti bash ka dush. Ama a ka dë një vend dhe hapsir dhe ko, që ti mund është me thonë, që tash Allah i së më shë? Jo, wa huwa as-sami'ul basir. Allahu shah vazhdimisht dhe Allahu dëgjon vazhdimisht, nuk i ikët Zotit te bareke ve teala. Andaj tha, el khaufu min el jalil, fa takvalloka mutut pi Zotit xhelle xhelalu. A njeri i cili ka frikë Allahu subhanahu wa taala, njerëz s'kan frikë pi tina. Njerëzit ju druan zullumit të njerëzve që si kanë tut Allahu xhelle xhelalu. A ka mundsi njerëzit me pas frikë pi njëri që i tutet Allahit? Ai i cili i tutet Allahit, ata e shkrin friga. Ate tret friga, dhe i s'kan njerëzit për e më tutën për atina, sa i tutën për Zotit Gjelle Gjelalu. Njerëzit tutën për zullumqarëve që si tutën Allahu subhanahu wa ta'ala. Njerëzit i druhen pa drejtsive të atyre që nuk i druhen drejtësisë Zotit te bareke wa ta'ala. Andaj frika prej Allahut është devotshmëria. Pastaj çfarë tha? Tha, edhe është puna dhe përgatitja për ahiret. Wal isti'dadu lirrahil, të përgatitesh për me hec. Dunjaja është vend kalimi. Ti vend këtu veç me e mush çantën edhe me shkue. Shiko, të gjitha udhëtimet janë njëjtë. Askush s'ka bë vendbanim në udhëtim. As ne s'do të bëjmë vendbanim në udhëtim. Jeta bën shpitare, jo në gurbet, jo në rrugë, edhe ne shtëpia jona ahireti. Allahu xhelle xhelalu shpiton se ka bë dunjën, por e ka bë përgatitje. Andaj Zoti jon te bareke ve teala i tha Ibrahimit alayhi salatu wassalam, rregulloje një shtëpi të qabën e madhe, kiblën e muslimanëve. Për çfarë arsye? Që gjithmonë të jetë vend kthim që u kujton ahiretin. Wa idh yarfa'u Ibrahimu al-qawa'ida min al-bayt wa Ismailu rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Kur po e ndërton të shtëpinë e Zotit Ibrahimi me djalin e vet Ismailin dhe po e ngritnin ndërtesën dhe po thonin, o Allah, bane kabul për neve, se ti e dëgjon edhe ti sheh dhe ti e i dishëm. Rabbena waj'alna muslimin laka wa min dhurriyyatina ummatan muslimatan laka wa arina manasikana wa tub alayna innaka antat tawwabur rahim. Tha, o Zot, Ibrahim alayhis salam, bane mua dhe djalin tim musliman të devotshëm, druhemi për tyje, të kemi frikë për tyje. Ja, kjo është për kujtimi që na e bojmë për tyje. Shpijen na pse kthehemi ka kibla, për me tregu kible çka i bie, drejtim. Ne këtu kthehemi ka kibla. A jemi ka kibla dhe masi dalim pi xhamie? A jemi ka kibla edhe masi të përfundojmë namazin? A jemi ka kibla edhe në tezg, edhe në duqan, edhe në pazar, edhe në mezhlis, edhe në qajtore? A je ka kibla? A e di që Allah i qe? A e di që Allah u dëgjon? Nëse një njeri i tutët Gjelilit, Allahu Gjelal i madh, a i s'ka mundësi me vozullum. Nësa i është ndërtu ndërtesën e vetë, ndërtesë e cila shifët në khiret. Andaj tha, o Zot, banë musliman mume dhe djalin tem, o min dhurriyetina, edhe e vladet e tonë bani musliman. Lutë Allah i shumë, Allah i me të bo e vladin musliman. Lutë Allah i shumë, Allah i me të bo e vladin devotshëm, me të bo njerit mirë, nga se nuk ka fatkeci matë madhe se sa Zoti Gjelle Gjelalu me të deviju e vladin dunja. Allah në arrujnë nga devijimi neve mas pari, e pastaj edhe vladet e tonë. Allah në uzof neve dhe vladet e tonë. Allah në bo prej atyre të cilat i kanë frigën Allahu subhanahu wa ta'ala. Dhe pastaj Aliu tha, dhe prej devotshmërisë është me u mjaftu me atë çka ta ka caktu Zoti. Qa sa ta ka Zoti risk, vallahi se në mërë më shumë. Aq, aj risk
ai risk është i mjaftueshëm për ti mu përgatit në ahiret. Gara është atje, jo këtu. Gara është atje, jo këtu. Këtu s'ki nevoj me garu me kërkan për dunja, se ban probleme. A me garu për ahiret nuk ban probleme. Mejdani ahiretit o i gjan. Mejdani ahiretit o i gjan. Mejdani dunjas o i ngusht. Mejdani dunjas o i ngusht. S'ka këtu vend për me garu për pasuri. S'ka këtu vend me garu për poste. S'munën mu bo kitë mëlloj. S'munën mu bo kitë ministra. S'munën mu bo kitë mbretni. S'munën mu bo krejt. A dhe venet caktume. Andaj mjaftushmëria me pak. E pyetën Omer ibn Khattabin, tha cili janë zëngini më i madh pi njerëzve? Tha ai çka kënaqet me sa që ka thënë Allahu xhel xelalu. Allah e di më së miri sa duhet tyje. Çfarë ti jepaj? Andaj sa prit pasurve vdesin e pare ju jesin shumë mas. Për çfarë arsye? Se Zoti thot mbledh sa dush, unë kam e dhënë me hangër çaq unë sa du, jo ti sa do. Unë sa du, jo ti sa do. Andaj mjaftohu me riskun e Zotit dhe krejt angazhimi jo të letjet ahireti. Zoti i madh xhel xelalu. Andaj mjaftueshmëria me pak e ban besimtarin të qetë. Tha o Zot rumi e vladët dhe bani musliman. Wa min dhurriyyatina umma muslime. Bani umat musliman. Pastaj tha erina manasikana. Shumë më rëndësi të ndëruar xhamatli. Tha o Zot, kallzom çysh me ta dhuru. Kallzom çysh me ta dhuru. Si mu afru të ti. Gajle a kitë për nga mërë dhe konë, o Zot, qish mu afru të ti. Shikoni njerëzit kure kanë një problem me të një njeri, a dojnë mu afru të një njeri, thot qish ti afronave, a mëse njebe di kanë që e ka dost, si me, se më duhet thot me masos një pun. I merë krejt ta opcione dhe rëthana dhe mekanizmat për çka ti afro që i duhet. A ke tentu mi u afru Zotit? A ke bo për pjeki mi u afru Zotit? Me lutë me Allahu gjëra me mi thonë o Zot, mundësoma më të afru tije. Mundësoma më të afru tije. Mundësoma më kanë i devotshëm. Mundësoja dhe vlatëve të mi më kanë devotshëm. Edhe bashortëve tona më kanë devotshme. Ruj familjet tona, ruj pi devijimit, pi degradimit, pi çorientimit. Ruje, tha, o Zot, kallzom, çka me bo une? Se na jena të varfër zina. Zina, mësë me ras kallzu feja si qish falmi, qish agjerojmë, si japim zeqat, si bojmë haq, qish e dina na? Qish e dina na? Zotin e ka kallzu, edhe na e kena morë të gatshme, dhe neve na ka met vetëm me zbatu. Wa tub alejna, dhe o Zot, haki jo të i madh, ne sa do me të adhurue, ti prapi e më i madh se sa meriton vepra jonë me e përfshia hakin tanë. Nësë mëna me ba dhurim sa e meriton ti. Pejgamberi jonë sallallahu alaihi sallam thonë në dua, la uhsi thanaan alejk, inneke kema ethnejte ala nefsik. Tha o Allah, unë vazhdimisht kam e të thonë faliminderit, vazhdimisht kam e të bo mirë njohje, vazhdimisht kam u falë dhe kam e të bo ibadet. Kjo a tha prej meje. Ama ti e ma i malë, se unë e me dit me falenderu sa e meriton ti. Ti e i malë dhe ti e i falenderuar sa ti e di vetën, jo sa unë e kam takat. Shikon, na vim një gjuma, falim një namaz, falim një qini, ama pin gjuma dhe një qini, ti këshirë punë të tua. Pin një qini dhe në aksham ti këshirë punë të tua. Pin në aksham dhe njësi ti këshirë punë të tua. Pin njësi dhe në sabat ti këshirë punë të tua. A i rriti Allahit gati 24 orë? Jo, 24 orë. Andaj me laqët kure kryoj Allahu Ademin i thanë, o Zot, qka duhet ki? Wa nahnu nusabbihu bihamdike wa nuqaddisu lak. Na 24/7 pa unal se nal me ibadetin. Çka duhet ki ka me han ka me pije? Për këtë arsye të ndëruar që më ne kemi vepra pak, andaj të tutemi shumë. Tutmi pi Allahu xhel xelalu. Ta ndërtoj murin e devotshmërisë. Kur e veti Ebu Musa el-Esh'ariun Omeri radiallahu anë tha, kallëzëm qka takvallok edhe psa jedinte, po tha ta marrë verzionin tanë. Tha Ebu Musa, qka si pas ti e takvalloki? Tha o Omer, a ki hindë një herë do një mal me gjemba? A ki hindë mal me thera? Tha po, qysh heca të uvë? Tha runa ka dale, mës me mrok. Këdorën e hejshti ka dale, kamën e shti ka dale. Tha qështu është edhe akhireti, ka shumë gjemba e s'ka dale, ka shumë harame e s'ka dale, se ka mundësit gëlltit harami, e ta merë fejën, e ta merë dignitetin, e ta merë ftyrën, e ta merë kretat bardhësit që sinë Allahu Gjallat ka kriju me ta. Andaj, ruju në dunja pi therave, e therat dunja janë haramët, në të ndaluarat, e obligimet cilat janë, obligimet janë farzët. Ato që ka Allah e ka lip, do mos do pitije, dhe ti s'ki drejt aty me bo muhabet. Kur thoje falu, falu. Kur thoje agjora, kur thoje jep zeqat, je zengin, dush me dhanë zeqatin. Kur thoje ban haq, mos diskuto. Fela rafetha, wala fusuka, wala gjidala fil haq.
Allahu xha kur e ka përshkruajt kulmin e Islamit, çfarë ka thënë? S'ka me polemizue, s'ka me bë muhabet, s'ka me flet me grap. Pse? S'ka mi bë Allahut polemik. Ai është Zot. Shiko prindin, autoritetin që ka kanë njerë, thot, shujti s'kish ka kallzon këtu. Unë jam këtu, thot, kujdestari i shtëpisë. Para më në Rabbul Aleminin, Zotin e botrave. Njët edhe autoriteti pejgamberit ton sallallahu alaihi wasallam, kur ta dish se një punë ka bëu pejgamberi sallam, dhe ti s'e ban, e pak ta mos diskuto, mos polemizo, po thoju në mi dopt, inshallah Zoti më mundson me praktikua çka e ka thënë pejgamberi alayhi salatu wasalam. Elusim Zotin e Madh xhel xelalu, që Allahu na bën prej të devotshmeve, na bën prej besimtarëve. Allahu inshallah pranon haxhin ton, edhe haxhilerëve ton. E kita ata që s'kan pas mundësi, për vëllezërve ton, edhe motrave tona, Allahu t'ia bën nasib në vitin e ardhshëm ya Rabbal Alamin. Ta vizitojnë shtëpinë e Zotit, ta vizitojnë xhaminë e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Të bëjnë atë që Allahu xhel xelalu e ka kërkuar domosdoshmërisht prej robëve të vet, për ata që kanë mundësi. Elusim Zotin e Madh xhel xelalu, që Allahu na mundson që të mësojmë nga libri i Zotit, të mësojmë nga suneti Muhammed Mustafas alaihi salatu wassalam. Elusim Zotin e Madh xhel xelalu, që Allahu t'i fshin gjunahet tona, t'i lan gabimet tona. Elusim Zotin e Madh te bareke ve teala, që Allahu na mundson që jeta jon dhe fletët e jetës tonë të jenë me iman, të jenë me islam, të jenë me devotshmëri, të jenë me moralin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Elusim Zotin e Madh në këtë ditë të verës, që Allahu na e largon vapën e xhenemit ya Rabbal Alamin. Elusim Zotin e Madh subhanahu wa taala, që Allahu na mundson që të jemi kujshi me Muhammed Mustafa alaihi salatu wassalam në xhenetet e tina. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Walhamdulillahi rabbil alamin. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. فقد قال عز من قائل في كتابه العزيز بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم انصر الإسلام والمسلمين في مشارق الأرض ومغاربها يا رب العالمين. اللهم تقبل منا حجنا وصلاتنا وزكاتنا وصيامنا وجميع طاعاتنا يا رب العالمين. اللهم أحينا بالإسلام والإيمان. اللهم تقبل منا صالح أعمالنا يا رب العالمين وتجاوز عنا عن سيئاتنا. اللهم أعنا على طاعتك وشكرك وحسن عبادتك يا رب العالمين. اللهم كن مع المستضعفين في مشارق الأرض ومغاربها يا رب العالمين. اللهم عليك بمن ظلم المسلمين، عليك بمن أجرم على المسلمين. اللهم إنا نشكو إليك ضعفنا وقلة حيلتنا. اللهم كن مع اليتامى ومشايخ المسلمين وعلماء المسلمين وأرامل المسلمين والمستضعفين المطرودين من المسلمين يا رب العالمين. اللهم ارحمهم، تغمدهم برحمتك. اللهم اضرب الظلمة بالظلمة يا رب العالمين يا قوي يا متين يا ذا الجلال والإكرام. قال الله سبحانه وتعالى إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. أقيموا الصلاة.